në këtë edicion do të ndiqni. Një person është plagosur sot në rrugën Bardhyl Çaushi në Gjakov. Pas plagëve të marra është dërguar në emergjencën e spitalit të Gjakovës. ZRE-ja zyrtarisht mori vendimin për shtrejtimin e energjisë elektrike për rreth 16%. Kosovarët sërish protestuan kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Në rrugën Bardhyl Çaushi ka ndodhur një plagosje. Rastin e kanë konfirmuar edhe nga policia, ndërkohë plagosuri për shkak të plagëve të marra është dërguar në emergjencën e spitalit Isa Grezda në Gjakov dhe sipas mjekëve është jashtë rrezikut për jetë. Një person është plagosur në rrugën Bardhyl Çaushi nga një pronar i lokalit. Një person është plagosur në rrugën Bardhyl Çaushi, sipas dëshmitarëve, mendohet se një pronar i një lokali ka shtyrë në klientin e tij. Sipas policisë së Kosovës, i lënduari është dërguar në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov. Në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda thanë se viktima ka marrë plagë nga të shtënat me armë zjarri. Në spitalin e përgjithshëm Isa Grezda në thanë se i lënduari ka marrë plagë në pjesën e poshtme të këmbës së djathtë, është shtruar në repartin e ortopedisë dhe është jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa nga drejtoria rajonale e policisë në Gjakov, thanë se i plagosuri është i moshës madhore e po ashtu edhe Dorasi, i cili është ende në Arati. Për këtë rast, policia e Kosovës është vënë në ndjekje të Dorasit. Zyra e Rregullatorit të Energjisë në Kosovë sot zyrtarisht ka bërë të ditur shtrejtimin e tarifave të energjisë elektrike në rreth 16%. Ekipi ynë ka siguruar edhe opinionet e disa qytetarëve të cilët thonë se kjo rritje është një barë shtesë për ekonominë familjare. Zyra e Rregullatorit për Energji në Kosovë sot ka miratuar rritjen në mesatare të tarifave të energjisë elektrike për të gjitha kategoritë e konsumatorëve, bazuar në të hyrat e lejuara maksimale e cila kap shifrën rreth 16%. Ky vendim vjen si përgjigje ndaj kërkesave të operatorëve energjetik, KEDS, KESCO dhe KOST, të cilat kërkuan rritje të hyrave për shkak të kostove të larta të importit dhe rritjes së konsumit. Ndërsa për qytetarët e Gjakovës ky vendim përbën një tjetër goditje ekonomike në një kohë kur barra e jetesës është në rritje të vazhdueshme. Nuk është vendim i drejtë, nuk është vendim i mirë, se në këto kushte, bile për këto kushte, ka qenë edhe deri tash shumë shtanit rrënjba. E jo me shtrajtu apet. Si përballon qytetari që janë të papunësuar, nuk ka punë. Nuk është vetëm rrymë, apo janë obligimet jetësore janë të tjerat. Tash po i përmendem, po qytetari ka shumë obligime të tjera. Një tjetër tha se populli po lufton me një shtrenjtim mjaft të madh. Po jemi shumë në të shokuar për këto vendime që e marri, ku të ditë se populli është duke luftuar me një administrativ tjetër, shumë standardi është tepër është i lartë, ndërsa kushtet janë minimale, ta thënë. Po tash prapë qeveria din pa vetë din punën atje. Keq vjen mjaft janë keq. Sigur të mi hekit far vendimi, mes mja përvu kish me qenë mirë për popullin. Në ditën kur Zyra e Rregullatorit të Energjisë vendosi për shtrejtimin e energjisë elektrike, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kushtrim Ahmeti tha se rritja e çmimit të energjisë elektrike në këtë kohë rrezikon vendet e punës. Kosova dhe sot ka protestuar kundër ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e bordit të ZRE-s. Luan Hasana, aktivist nga organizata Asnjë Cent Më Shumë, tha se protesta shkoi e qetë dhe pa asnjë incident. Sot është mbajtur protesta e dytë me radhë nga qytetarët e Kosovës kundër vendimit për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 16%. Ky kundërshtim i vendimit të ZRE-s po vjen për arsye sepse kjo rritje e çmimit po shihet si barë e rëndë për qytetarët. Aktivisti Luan Hasane nga organizata Asnjë Cent Më Shumë tha se në protestën e sotme pati një pjesëmarrje masive të qytetarëve.
Ishte një pjesëmarrje goxha masive e qytetarëve, pra ishte një numër i madh i qytetarëve që u bën sot bashk për të kundërshtuar tani më një vendim i cili veç është aprovuar nga ana e zyrës së rregullatorit, pra një vendim i cili është shumë i dëmshëm dhe nëse vetë zbatohet do të ketë pasoja për secilin qytetar të Kosovës, andaj me të drejtë shumë njerëz sot kanë dalur dhe së bashku me ne i kanë shprehë pakënaqësitë dhe kundërshtimit e tyre për këtë vendim të dëmshëm. Protesta ishte paqësore ashtu siç edhe ishte planifikuar, tha Hasanaj. Jo, ishte gjithçka e qetë, pra tamam ashtu siç edhe ne kemi planifikuar, siç kemi bërë thirrje që të jetë protestë demokratike, paqësore në mënyrë që të tregojmë qytetari, pra dhe përmes saj të shprehim pakënaqësinë tonë. Pra jemi të kënaqur me gjithçka që ka rrjedhur gjatë ditës së sotme. Sipas Hasanaj do të ketë vazhdim të protestave, pasi që është planifikuar edhe të paditet zyra e rregullatorit të energjisë. Po sigurisht që kundërshtimet tona nuk do të ndalen. Ne tani më jemi të fokusuar, ne do të bëjmë padi për zërrejnë, së bashku me ekspertët tonë ligjor për ta kundërshtuar këtë vendim të dëmshëm dhe mandej sigurisht që hapat e ardhshëm do të jenë përsëri organizimi i protestave, mirë po njerë duhet të presim që të bëhet konstituimi i institucioneve të Kosovës dhe sigurisht që aktivizmi dhe kundërshtimi qytetar nuk do të ndalet sepse do të jemi dëshmitar se sa shumë rritje çmimeve do shohim që nga muaj maj dhe andej. Rritja e çmimit të energjisë po parashihet të sjellë edhe rritje të njëpasnjëshme të shumë prej gjërave elementare. Nga 1 janari deri me 9 prill 2025 në Gjakov janë shqiptuar 11.969 gjoba, si dhe janë sekuestruar 522 patent shofer, si mas mbrojtëse. Në këtë periudhë kohore gjithashtu janë mbajtur edhe 5 ligjërata në shkolla të ndryshme, në kuadër të planit siguria e nxënësve në rrugë. Planet operative me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion janë në vazhdimsi në zbatim nga Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor në Gjakov. E gjithë kjo pas analizave të situatës në trafik dhe planifikimeve vjetore. Parandalimi i shkeljeve më të rrezikshme në komunikacionin rrugor është në fokus të kësaj njësie, përfshirë këtu tejkalimin e shpejtësisë së lejuar, përdorimin e telefonit gjatë ngasjes, mos respektimin e sinjalizimit dhe përparësisë, tejkalimet në vende të ndaluara, ngasja në ndikimin e alkoolit, mos përdorimin e rripit të sigurisë dhe transportin e pasigurt të fëmijëve. Gjatë periudhës 1 janar deri më 9 prill 2025 janë shqiptuar gjithsej 11.969 gjoba. Janë sekuestruar 522 patent shofer si mas mbrojtëse dhe janë mbajtur 5 ligjërata në shkolla, në kuadër të planit siguria e nxënësve në rrugë. Në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2024 vërehet përmirësimi i ndjeshëm në aspektin e sigurisë në rrugë, duke u ulur përqindja e aksidenteve me lëndime trupore deri në 28%. Numri i aksidenteve me dëme materiale është zvogluar me 21% dhe numri total i aksidenteve është ulur për 27%. Këto rezultate kanë dëshmuar efektshmërinë e masave parandaluese dhe rritjen e vetdijes në trafik, sipas Njësisë Rajonale të Komunikacionit Rrugor në Gjakov. Personat që duan kafshët shtëpiake gjithmonë kujdesen që atyre t'ju ofrojnë kujdesin e duhur. Alfred Belaj është njëri nga ata persona që dashurinë ndaj kafshëve shtëpiake e ka të përditshme. Alfred Belaj nga fshati Novosel kalon pothuajse gjithë ditën duke u përkujdesur për kafshët e tij që i ka në shtëpi. Ai thotë se kjo i jep një ndjesi të jashtëzakonshme gjatë gjithë përkushtimit që ka ndaj tyre. Kam tanat mirat për i tyne se edhe relaksuna me ty, e hupi kuën e lirë me ty edhe qëtësuna. Kur jam nër ty të qëtësuna, se jam mësu me ty. Atin, kur të mësohet njërë qërë se thmi me dishka dhe i pëlqen, hobi. I pëlqen, jam marak me nejtë shen, moj, pula, pluma, kreti moj veç për shef, ati hobi kështu. Belaj ka 10 lloje të kafshëve si kuaj, rosa, pula, dele, lop, qen, pëllumba e shumë të tjera dhe asnjërin prej tyre nuk mund ta veçoj se kjo do më shumë. As tash më kësit për smushti. Qërë asnjë s'muj me as që kucit tana i kam. Mos mi pas tana s'muj me nejtë s'mvyn asnjë. Nëse se moj, tana asnjë se moj isë. Kështu se s'di me caktu cilin e kam ma për zemër as kursen. Ai tutje shtoi se kafshët duan përkushtim, dashuri dhe ushqim të bollshëm për tu socializuar pastaj me njerëzit. Na krejt familja i këshyrin, pa morë parasysh se s'jam unë më më shku një vjet me nejtë dy konë krejt i këshyrin të shpis. Jam unë e jo një mëj i këshyrin ata, nuk është
problem, ama përfitime s'kam për ty në një maj veç për hobi. 11 prilli zyrtarisht shënon edhe ditën e kafshëve shtëpiake, ditë kjo për të cilën Bela i bën apel që shoqëria të kujdeset më shumë për kafshët. Sëmundja e Parkinsonit është një çrregullim progresiv i sistemit nervor. Simptomat fillojnë gradualisht, por çrregullimi zakonisht shkakton ngurtësi ose ngadalësim të lëvizjes. Kështu bëri të ditur specialisti neurologjist Memli Haxhishabani në ditën botërore të Parkinsonit. Sëmundja e Parkinsonit është një çrregullim neurodegenerativ i sistemit nervor që ndikon kryesisht në lëvizjen trupore. Dr. Memli Haxhishabani, neurolog, tha se kjo sëmundje ndodh pasi niveli i dopaminës bie tek njerëzit. Është një sëmundje neurodegenerative e cila atakon sistemin nervor qendror. Zakonisht kjo sëmundje atakon moshat mbi 60 vjeçare. Mirë po nuk përjashtohet çdo moshë. Shenjat e sëmundjes së Parkinsonit mund të fillojnë me dridhje, me shtangime apo me të dyja të bashkë. Zakonisht paraqitet në njërin pjesë të trupit, pastaj me kalimin e kohës e përfshin edhe pjesën tjetër. Specialisti i neurologjisë Haxhishabani thotë se shkaktarët kësaj sëmundje mund të jenë gjenetike, por faktor është edhe përdorimi i tepërt i magneziumit. Zakonisht faktorët të cilët shkaktojnë Parkinsonin mund të jenë të ndryshëm. Ndërta mund të jenë faktorët gjenetik, pastaj mund të jenë helmimet me monoksid karboni, me magnezium, me pesticide, pastaj insultet të ndryshme vaskulare. Të gjitha këto mund të dëmtojnë substancën e zezë, e cila është përgjegjëse për prodhimin e dopaminës. Nëse kjo dopamina prodhohet më pak se 80% e sasisë, atëherë fillojnë shenjat e sëmundjes Parkinsonit. Doktori Haxhishabani tuti shtoi se nuk ka shërim përfundimtar për këtë sëmundje. Kjo sëmundje mundet mu diagnostiku vetëm klinikisht. Do më thonë se përmes rezonancës magnetike apo analizave nuk mund të diagnozohet. Kjo vetëm neurologi në bazë të ekzaminimeve klinike e vërteton që është një person i smur nga Parkinsoni. Zakonisht trajtimi i tyre bëhet me mjete medikamentoze, ku bore zgjedhë është levomedi apo bashkë me akinetonin. Shërim për këtë sëmundje nuk ka. Mirë po këto vetëm i largojnë simptomet e kësaj sëmundje. Diagnoza Parkinson i dedikohet mjekut anglez James Parkinson, i cili në vitin 1817 raportoi i pari për këtë sëmundje. Prandaj 11 prilli i dedikohet atij nga që përkon me ditëlindjen e mjekut Parkinson. Një tjetër projekt i ri është duke u përgatitur në teatrin Hadishehu. Aktorët Arbies Komoni, Vlora Dervishi dhe Besfort Berberi janë drejt fundit në realizimin e premierës. Kjo është rinia jonë. Aktorët e teatrit Hadishehu janë në vlugun e përgatitjeve për projektin e ri, me titull Kjo është rinia jonë, me aktorët Besfort Berberi, Arbies Komoni dhe Vlora Dervishi. Në këtë fazë të punës, aktorët janë duke u përqendruar në ndërtimin e personazheve dhe përçimin e mesazheve që kjo shfaqje synon të përçojë. Jena në fazën përfundimtare të shfaqjes, jena të marrë tash me detaje. Skenografia që shpesheni ka me për mu përfundu, nuk është ende përfundune. Dhe komplet shfaqja flet edhe për pasojat e drogës që i lënë të adoleshentat, e mandej se dhe që shvin dhe të zgjidhja është pak problematike, edhe ne shka vdojme përqu është me full për mësmjanizë që asë rrugës. Mësmjanizë asanaj shfaqja vetë i kalzon pasojat se cilat janë. Energjia në ekip është shumë e mirë, jena të përkushtun 6 miliard%. Po vlojmë që jena të bëhet punë mirë, tash ta shohim edhe rezultatin, edhe pritjen e publikut që shpo e presin ata. Ndërsa aktori Arbies Komoni na tha se drama trajton sfida dhe dilemat e të rinjeve në një kohë plot ndryshime shoqërore. Shfaqja karakterizohet nga dialogje super realiste me dozat fuqishme të humorit por edhe të dramës. Temat që trajtohen janë adiksioni nga narkotikt, krizat e identitetit, formimi edhe miqësia nëse muj me qujtë. Premiera Kjo është rinia jonë është parashikuar të prezantohet para audiencës më 2 maj të këtij viti. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim.
Dita e sotme është karakterizuar nga moti vrana të merrezë dielli, me temperatura që kanë lëvizur nga 6 deri në 17 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizi nga 3 deri në 17 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranët e me diell. Moti vranët e me diell do ta karakterizojë edhe ditën e diel, me temperatura që do variojnë nga 8 deri në 21 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotrojë mot me diell e vranësira të kopaskoshme, me temperatura që do lëvizin nga 9 deri në 21 gradë Celsius. Edhe për të martën parashihet moti vranët e merrezë dielli, me temperatura që do lëvizin nga 9 deri në 21 gradë Celsius. Moti vranët e me diell parashihet edhe gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura 10 deri në 24 gradë Celsius. Për të enjtën parashihet moti ndryshueshëm, me temperatura që do variojnë nga 10 deri në 23 gradë Celsius. Para se të ndajemi të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Një person është plagosur sot në rrugën Bardhyl Çaushi në Gjakov. Pas plagëve të marra është dërguar në emergjencën e spitalit të Gjakovës. ZRE-ja zyrtarisht mori vendimin për shtrejtimin e energjisë elektrike për rreth 16%. Kosovarët sërish protestuan kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.